Fjala është për një njeri që ka pas emrin Amr ibn Abasa. Amr ibn Abasa. Kështu e ka pas emrin njeri. Ai në kohën e arabëve ka qenë nga mjekët e njohur. Shumë ka qenë mjek i njohur. Me ato mundësit asaj kohe, edhe dëgjon se në Mekë njoni ka lujt. Edhe problemi ju ka bo krejt Kurajshve. E i dhimet këti Amrit ai njeri, e zim kush është? I dhimet, thot po shkojnë Mekë, nështë Allahu donë e shnosh në durët mia. Shkon me e shëru kanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai me mend që normal njëri smut edhe shkon në Mekë dhe këtë Kurajsh të respektojnë nga se mjek me të vërtet me famë, edhe ka bërrukje, ka fry. Me ato ta asaj kohe, por i sukses shumë këtë drejtim. Futet Mekë dhe pyet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thot ka marrë me një të mirë, ndoshta Allahu e shnosh në durët mia, e lën këtë farpune. Edhe shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ulet para tij edhe po e kqyr, s'është kjo si ata të smutet tina. S'po do këtë kështu. I thot o burr, ky Amr ibn Abasa i thot kujna? Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot o burr, bajagi një farë zotësien mjekësi ma ka dhonë zotë, japëtën. Edhe bajagi do njerë që edhe ma shtirë se ti o në kone i kom shnosh. Andaj lejam edhe ty të fry pake të shnosh, japëtën. Mi fry kujt? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atër Muhammedi sallallahu alaihi wasallam asë nuk tha, a jenë normalti, a jenë men, më thonë budala, s'kur gjë. Veç ta apongon veç pak. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu, atë fjalimin hërs ku Allahu falenderohet dhe madhrohet dhe përmendet tauhidin njësia Allahut, se Allahu është një dhe i vetmi që nuk meriton askush posi të adhurohet. U mahnet Amr ibn Abasa kur s'kish një kësi fjallë, s'kish një kur kësi formulimi, asë njerë s'kish ndëgju kështë diqka kur. Tha edhe njëherë a bën, ja përsiti pejgamberin edhe njëherë. Edhe njëherë tha bën falë, 3 herë aftën. Tha, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Tha, unë jam i smuti, ti e doktori aftën. Ka arë me shnosh, pejgamberi s.a.s. E nuk ish ditë se aje kish pa smunjen, e ky ish konë doktori aftën. Andaj, të shumë ta ishen rasë, në këtë kohët në rolazër, që vinin tek Muhammedi s.a.s. Vinin me njetë me shnosh, ose me njetë me pa një lloj, ndoshta hajgare me lut me një njeri, vinin me lloj dhe njete. Mirë po subhanallah, po se e shehnin Muhammedin s.a.s. Po se e ndëgjonin, nuk mund të rezistonin thirrjes, i gjunjëzoheshin, binin për toke, pranonin islamin. Dhe këto rasti janë të shumta që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit s.a.s. Sa njëri vjen me paragjykime ndaj teje. Shikoj, ai Amr ibn Abasa u shku te pejgamberi me njetë që i smut të fryk pak të njëri aftën. Andaj ka njerë që vinë paragjykime, ju jeni kështot, e ju po paguni, e ju ja këna po shërë në kështu. Ka dalë, mos shpërtha, ka dalë. Andaj apo më kanë përveç pak, po të 2-3 fjallë, tani bëjnë e muhabet aftën. Apo? Me urtësi, me butësi, ta prezojmë këtë fe. Ka njerë që kanë paragjykime, në familjet tona, në shoqërinë tonë, në fshinësinë tonë, janë të mbushur me ato që ka disa mediume po i mushin njerëzit, apo? Se muslimanët janë kështu, se islami është kështu me radhë. Andaj, ganjë nuk kanë fajda njerëz vallaj që janë mbushur me paragjykime. Në krahasim çka pongojnë me këmbë porrin, kanë duhet me arsyetu, më të dhimbë për gjuna. Ai vjen ndoshta ty me të këshillu, ndoshta vjen ty me trajtu si të smut. Mos u shqetëso. Mos shpërthem me një herë, ka dale. Thë mirë, a e përfundove? Allah e shpërblet. Apo më lën tash të kallzoj në 3 fjalë të japtëm. Si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Para mëna, çka ka mund me reagu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ti? Ti në mend, ja budall po doknon ty? Apo ti on me frimu? Piktuit. Po çka kesh bën me këtë punë? Ja kish verifikuar aty që s'po bëj më shkutaj se për mëse ka mirë. Apo atë na ka janë me disa sjellje tona, me arrogancën tonë, ja vërtetojmë dikush se në më kësa është mirë. Do të bëhet me urtësi, me maturi, që të tjerë tu përcjellin fen. Apo të reflektojmë të kundërt në asaj që dikush po dëm na pa në rrugë. Si musliman të dinë me urtësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me fjalë të mira, me fjalë qeta, apo tu themi njerëzve se e ke ngu me një vesh, apo
edhe një umet, 2 vesh t'i ka e për Allah, a bën këtë tjetëri me ma falë mu me mgu mu. Që po t'ka zëti që ka om t'joptë? Mësa për islamit, thuja një hadith, thuja ka mundësi me konë, a ka mundësi me konë, t'lutna, në njëri keq për shoqin I cili, për shambull, kështu e mëson pejgamberi vetë, e kështu e mëson feja vetë, me dosjellet morale, me dosjellet mire, ka zëja dhe hadithe, mësaj, a ka mundësi që ky me konë I keq, kalzëm ti mu, jo s'ka mundësi, po që se jam unë Allah, unë e qëta pendjeke, qëtë pejgamber pendjeke, prandaj të bëhemi dëshmitar të vërtet, teorikisht dhe praktikisht të mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu I dërguari sa praktikisht apo I trajton të këto raste, që vinin njerëz me paragjykime, me dhunë, me agresion, me lloj planësh, por pejgamberi sa I gjynzonte, me lejen e Allahut I kthente në musliman ata. Prandaj le të jetë misioni yt që të punosh këtë drejtim, ta formosh veten tënde. Ta formosh veten tënde fillimisht dhe të reflektosh pozitivisht përballë të tjerëve, duke treguar se këtë sjellje, këtë moral, këtë mirësi, këtë butësi, këtë mëshirë, këtë dashuri, këtë solidaritet, gjitha këto mi ka mësuar kush? Ai që ka në emën. Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë që ka dërguar një Zot, ai është Allahu. E këtij e ka jap një libër që është Kurani. Që kjo është feja jonë dhe kjo është rruga e jonë. Zoti ju ruaj dhe ju shpërbleft. Allahu ju bëft, ndërrua vëllezër, Allahu në lutje t'ju bën me të vërtet prezantues të denj, të bukur të Islamit, që për shkak të sjelljeve të juaja, dhe për shkak të mirësisë së juaj, dhe për shkak të dashurisë juaj mes veti, të tjerë të lakmojnë të bëhen muslimanë të hyjnë në Islam. Nga se borxha kemi kësaj feje, borxha kemi këtij të dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.